Po, unë besoj që duhet të vazhdojmë pak nga Hemingway, po duke sot bëhet një vit nga dita kur Shqipëria luajti në ndeshjen e Kampionatit Evropian, që fitoi 2-1 me Italinë. Dhe që nga ajo ditë, që nga përfundimi i asaj ndeshje, unë mendoj që ka vetëm një titull për kë bien këto kombana, sepse që nga ajo ditë regresi ka qenë në tre komponent. Ka qenë pikëparë në rezultati është pothuajse gjithçka në futboll. Ne vazhdojmë të kemi rezultate të papritshme për pritshmëritë tona dhe mund t'i analizojmë më vonë. Kemi regres në mënyrën se si luajmë futboll, por befas kemi regres edhe në atë që na karakterizuar gjithmonë. Në rigë ne kemi treguar mungesë të shpirtit të garës. U godit Porta shumë rrallë në të dy ndeshjet, dhe pyetja, për të vërtetës pyetjen e bëri Ilda Beleri, dhe e bëri në kushte jo agresive, sepse Ilda ditë bëhet agresive, po e pa që donte ta ruante pak, dhe Manaj dha një përgjigje, sigurisht nga mungesa e përvojës ti si kapiten, është hera parë që është kapiten jetë vetë, ka qenë kur kapiten, tha, nuk luajmë kalqetur, luajmë në një kupë bote. Dhe më kujtua një javë më parë, kapiteni U17-s Shqipërisë, që doli në televizor në RTS Sport, dhe tha, ne jemi lojtarë shumë të mirë, tha, po kemi një trajner të paaft. Dhe the me veten time, mos ndoshta ne po ja dhurojmë fanellën, se shqishëritin pastaj është e tmerrshme, ca lojtarëve që nuk e meritojnë jo sportivisht, po nga pikpamja e ndërgjegjes sportive për të me Shqipërinë.